Jemi në mesin e muajit qershor dhe flukset turistike në qytetin e Durrësit janë mjaft të mira. Në çdo orë të ditës, grupe turistësh, kryesisht nga vendet evropiane, vizitojnë qytetin 3000 vjeçar. I parë me sytë të huajve, Durrësi duket një qytet mjaft interesant, ndoshta edhe sepse u kujton atyre qytetet e Evropës lindore rreth 20 vite më parë. Për ta, Durrësi është një vend i bekuar nga natyra dhe me klimë mesdhetare, që fal investimeve që po realizon për ngritjen e strukturave akomoduese dhe jo vetëm, synon të kthehet në një destinacion mjaft të preferuar në vitet e ardhshme. We are in the Golem. Po qëndrojmë në Golem dhe Durrësi është qyteti i parë ku ne po shikojmë Shqipërinë e vërtet. Vendi juaj më kujton Poloninë e 20 viteve më parë. Ju keni shumë investime në proces. Njerëzit buzëqeshin gjatë gjithë kohës, ndërsa çmimet janë më të lira se sa në Poloni. Besoj se në 5-10 vitet e ardhshme, Durrësi do të jetë një qytet modern. East modern city. We are here yesterday. Kemi mbërritur dje në Durrës, pam qytetin dhe plazhin. Na pëlqeu shumë. Shqipëria është një vend i bukur. Në gusht temperaturat shkojnë deri në 40 gradë. Prandaj erdhëm tani, sepse gjermanët nuk e përballojnë dot të nxehtin. Shumë gjermanë kanë ardhur me rulot, sepse është më bukur të rish në natyrë. It's impressive. Duket interesante, mënyra se si ju po zhvilloheni, se si po ndërtoni. Mendoj se po ecni në rrugën e duhur dhe po bëni mjaft progres. Klima mendoj se është një nga gjërat më të mira që ju keni dhe ajo përcakton edhe suksesin e sektorit të turizmit në vendin tuaj. Tourism in Albania. Po shkojmë të shohim pjesën përjetare. Sa po ishim në amfiteatër, ishte mjaft interesante vizita në të. Klima ju është mjaft e mirë dhe gjithashtu shqiptarët janë njerëz të mirë. Keni shumë gjëra që e bëjnë qytetin interesant në sytë të huajve. Këtu mund të relaksohesh, por duhet të përmirësoheni në infrastrukturë, të keni më shumë bankomate e të tjerë. Me grupe të mëdha turistësh që vijnë çdo ditë nga Franca, Gjermania, Austria, Polonia e të tjerë, Durrësi do të mbetet dhe këtë verë kryeqyteti shqiptar i turizmit. Pa kaotik për qarkullimin e mjeteve, por sërish një destinacion që ja vlen të vizitohet. Traffic is very big. Ka shumë trafik dhe shoferët manovrojnë ku të gjejnë hapësira të lira. Duket pak si çmenduri kjo gjë. I think it's specific. I njohur më së shumti gjatë sezonit veror për plazhet e tiranore, të shtrira për kilometra të tëra, Durrësi është shumë më tepër se kaq, dhe të huajt që e vizitojnë duket se e kanë konstatuar më së miri këtë gjë.